Jemi së bashku në hapësirë në intervistës së ditës. Kam kënaqësinë të kemi në studio në fakt dy kolegë të mi, sepse do të ndalemi dhe do të jetë në fakt kjo një hapësirë më shumë se sa analize, hapësirë dedikuar informacionit dhe një lloj fact checku, le të themi, lidhur me çështjen e dosjes së famshme të Akshit. Kam kënaqësinë të kem në studio kolegun Fation Gjinaj. Përshëndetje, mirë se vjen Fation. Kënaqësi të kem. Kolegu Julian Hoxha i rikthehet sërish, autor e emisionit Plug. Përshëndetje, mirë se vjen Juli. Sigurisht emisioni Plug është marrë me këtë çështje dhe pastaj do të fokusohemi aty tek ajo çfarë është deri tani. Fation, e gjithë vëmendja në fakt është tek ty tani për sa i përket aksionit të djeshëm lidhur me pasuri marramense të sekuestruara pavarësisht deklaratave që ishin bërë deri tani, pra politike më së shumti, po do t'i analizojmë më vonë këto. Çfarë do të theksohet ti nga operacioni i djeshëm? Çfarë tregon ai? Është një vlerë e konsiderueshme asetësh dhe pasurish në 40 milionë euro, që posedohet nga njerëz që supozohet të jenë zyrtarë që janë marrë me investime për të mira publike, apo njerëz që janë kontraktuar përmes një konkurrencë supozojmë të ndeshme që duhet kishin bërë investime të denja për infrastrukturën digjitale kryesisht siç ishin tendrat e Akshit, por përkundër kësaj rezulton që e vërteta është ndryshe dhe është tepër e hidhur. Shumica këtyre parave shkojnë në xhepat e pak njerëzve në mënyrë të organizuar dhe për këtë çështje s'pak ka ngritur edhe akuzën e grupit të strukturuar kriminal. Nëse ndalemi tek ajo çfarë ndodhi dje dhe sot me një fazë të dytë të operacionit të prokurorisë së posaçme kundër Akshit, ka të bëjë me hetimin pasuror, që është vijim i hetimit të dosjes penale për cilat ka edhe masa sigurie një pjesë nuk e ekzekutuar. Jo një fazë tjetër. Nuk është një fazë e njëjtës dosje. Nëse lexojmë me vëmendje pretencën, po themi kështu, të SPAK-ut, konstatojmë që ka element të rinj sa i takon atribuimit të veprave penale të reja siç ishte ajo korrupsionit për shumicën e personave të marrë pandeur apo të akuzuar për këtë dosje. Ka emra risi, siç është i njëri prej biznesmenëve që përfshihet edhe kohët e fundit kryesisht në tendra që kanë të bëjnë me investime të punëve publike, është një nga emrat e lakuar bashkë me të vëllain për këtë çështje dhe i është atribuar sot edhe vepra penale. Ka emrin e Daniel Shimës, që po flitet gjithsesi që është një bashkëpunëtor i drejtësisë, që ka akuza të ngjashme me Ergus Agasin dhe Ermal Beqirin, por çuditërisht nuk ka një masë sigurie apo një status të pandeurit. Dhe për të mos u zgjeruar në këto, që është një material prej mbi 50 faqesh dhe ka tema mjaft rënda për t'u ndalur, por po ndalemi tek ajo çfarë në fund të ditës është ai që përfaqëson shtetin. Dhe ai që përfaqëson shtetin për më se një dekadë ishte Mirlinda Kaçanaj. Janë disa episode të pasurive të saj. Së pari dua ta nis Armela me faktin që përcjellet në retrospektiv ato çfarë deklaronte kryeministri Hallaj Xhesha, pagatoria e pa patenta, e pa makina, e pa banesa në mëshirë të nënës së saj që e strehonte, na rezulton sipas kësaj dosje hetimore që është një person që jeton mes luksit dhe pushtetit. Për të ndalur konkretisht tek pasurisë, është Ores Sota që është marrë në pyetje pak kohë më parë, i njohur si një biznesmen kontrovers, lidhje afërt e biznesmenit tjetër në kërkim, që e pranon edhe vetë në dëshminë e tij Ergus Agasit, i shet një apartament shtetasit Genci Shimës. Vlera e tij është 370.000 euro bashkë me një garazh. Subjekti i hetimit pasuror të SPAK-ut ka qenë kryesisht apartamenti. Rivlerësimi në 2021, pra të kësaj vlere 370.000 euro, është 485 milion lek, çfarë nuk konvenon në referencat e çmimeve të tregut. Këtu krijohet dyshimi arsyeshëm të SPAK për të parë dhe për të thelluar më tej se kemi të bëjmë me një tentativë ndoshta për të fshehur pasuri. Shima ja jep me qira Mirlinda Kaçanajt për vlerën 600 euro, por thotë në një farë mënyre se nuk e njeh Kaçanajn. Pra, ndonë se kishte një kontratë qeraje, pagonte 600 euro, u bën një kontratë pastaj mos gaboj pak vjeçare për ta shtyer në për një pjesë që qeras u pagua bashk etj me radhë, po janë detaje që nuk përbën rëndësi, por në përfundim s'pak arrin në përfundimin që kjo është një pasuri e Mirlinda Kaçanajt. Kontradikta e radhës. Është elementi që e përmend,
në 2017 ka lëvizje për një apartament në rrugën e Kavajës në sipërfaqe 73 metra katror. Shitësi është Bledar Lika. Pra po flasim në shtryrje kohore, pasuritë të siguruara në shtryrje kohore në Vlerësi është Rafael Bistri. Bistri merr 30.000 euro hua nga Erisa Malenllari, merr një vlerë tjetër prej 50.000 eurosh nga Andis Papa, që është një nga personat nën hetim dhe nën akuzë nga Prokuroria e Posaçmit së Bashku me Kaqanajin. Bistri ja shet apartamentin vlerësës tjetër, Engji Shima, që është motra e Daniel Shimës. Dhe një tjetër me mbiemrin Shima. Po, në shumën e 48.000 eurove. Një vit më vonë, Engji Shima ja shet apartamentin Genoveva Kaqanajt, nënës së Mirlinda Kaqanajt, për 5 milion lek të reja. Engji Shima, si që theksuan, pra hynë në këtë skem, në dyshimet që krye lëvizjen në emër edhe të vëllait saj, apo duke shfrytzuar kontaktet, duke qenë se ishte zyrtar i Agshit. Apartamenti që Rafael Bistri blen 78.000 euro, pra përmes këtyre uave që përmendëm etj me radhë, në mars të 2019-s, me para që i kishte marrë hua, ja shet nënës së Kaqanajt 5 milion lek të reja. Pra nën vlerën, cila ishte lëvërtia e këtij personi. Ndërkohë që ne e dim shumë mirë se si shkon tregu i pasurive në Shqipëri, që vetëm nën vlerë nuk shkon me kalimin e kohës.